Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, mbajti një konferencë për mediat mbi aksesin në financë për fermerët, pas turit kombëtar me 23 takime për skemën kombëtare 2026, si dhe mbi paketën e integruar të mbështetjes, e cila përfshin skemën e investimeve, kredinë e butë me interes të reduktuar dhe garancinë sovrane si instrumente konkrete për rritjen e prodhimit, formalizimin e sektorit dhe fuqizimin e produkteve. Ministri bëri me dije se kjo skemë me një fond total prej 5.2 miliard lekësh synon të mbështes formalizimin e fermerëve dhe investimet në sektorin prioritar të bujqësisë dhe blegtorisë. Skema kombëtare prej 5.2 miliard lekë është një nga mundësitë që ne kemi dy komponentë, që janë pagesa direkte për fermerët dhe investimet në sektorin prioritar të bujqësisë dhe blegtorisë. Turi i gjesave, si që u përmenda pak më lartë, ka qenë shumë i rëndësishëm për ne dhe për të orientuar të gjithë fermerët dhe për të dëgjuar ato çfarë ne duhet të ndryshojmë në paketën e radhës, të cilët jemi në fazë diskutimi me stafin e Ministrisë dhe të AZHBR-s për të përafruar të gjithë mundësinë dhe kërkesat e tyre, të cilët janë, mund të themi, janë disa problematika që lidhen me mënyrën se si ne do të qasemi ndaj tyre, por edhe mënyrën se si ne do të japim akses për aplikimet. Kemi lehtësuar në gjithë proceset, siç është nga certifikata e pronësisë, kemi kaluar tek AMTP-t, që ata të përfitojnë sa më shumë dhe të jenë pjesë e përfitimit të skemave që ne kemi kaluar në vitin 2025, por edhe atë çfarë ne kemi në 2026. Ministri i Bujqësisë Andi Salla foli për njërisi të skemës që përfshin të rinjt dhe të rejat nga 18 deri në 35 vjeç, të cilët mund të hapin një biznes në blegtori duke përfituar grante nga 7.000 deri në 10.000 euro. Kemi diskutuar për të vendosur për të rinjt dhe të rejat nga 18 vjeç deri në 35 vjeç mundësinë që ne të japim nga 7 deri në 10.000 euro, po shikojmë me financat për të diskutuar mbështetjen financiare për të përllogaritur çdo të rinj dhe të re që hap një biznes kryesisht në blegtori, të jetë pjesë e mbështetjes tonë. Pra ne duhet të fusim rolin e të rinjve dhe të rejave, të jenë pjesë e këtij sistemi të rëndësishëm për ne, që të mbështesim këtë sektor, të cilin ne duhet që ta rrisim dhe të rinjt dhe të reja të jenë pjesë e kësaj pakete.